Si të njohim alergjin nga infeksioni viral te fëmia juaj? Kuptoni ndryshimin që të mund të përgjigjeni shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Shumë prindër konfuzohen kur fëmia i tyre ka hundë të rrjedhshme, koll ose sy të ujshëm. Alergjitë dhe infeksionet virale mund të duken të ngjashme, por ka dallime kyçe. Shenjat e zakonshme të infeksionit viral: gripi refleksi. Simptomat tipike: hundë e rrjedhshme, shpesh e verdh jeshile pas 2-3 ditësh. Temperaturë lehtë, zakonisht më e vogël 38.5 gradë Celsius. Dhimbje në fyt, teshtitje, koll e lehtë, fatigë, irritim. Simptomat zgjasin 5-10 ditë. Mund të ketë dhimbje të lehta në trup. Pista të tjera: fëmia mund të ndihet keq në përgjithësi. Apetiti mund të ulet. Kontagioz për fëmijët e tjerë. Shenjat e zakonshme të alergjive, për shembull, poleni, pluhuri, kafshët shtëpiake. Simptomat tipike: hundë e rrjedhshme, të qartë, ujore. Seri teshtitjesh, shpesh të përsëritura. Hundë, sy ose fyt të kruar. Sy të kuq, të ujshëm, pa temperaturë. Kolla zakonisht është e thatë. Simptomat vazhdojnë sa kohë që ekspozimi vazhdon. Shpesh ndodhin në të njëjtën kohë çdo vit ose pas ekspozimit ndaj shkaktarëve. Pista të tjera: fëmia është ndryshe aktiv dhe mirë. Simptomat përmirësohen me antihistamina ose heqjen e alergjenit. Historia familjare e alergjive mund të rrisë rrezikun. Diferencat kryesore ndërmjet alergjisë dhe infeksionit. Karakteristika: infeksioni viral, alergjia. Fillimi: papritur, gradual ose pas ekspozimit. Temperatura: ndonjëherë e ulët, rar. Shkarkimi nazal: verdhe, jeshile pas 2-3 ditësh, i pastër me ujë. Simptomat e syve: rar, të kuq, me kruarje, me ujë. Kohëzgjatja: 5-10 ditë. Javë, muaj me ekspozim. Përgjigjja ndaj ilaçeve: asnjë lehtësi nga antihistaminat. Përmirësohet me antihistamina. Mirëqenia e përgjithshme: fëmia mund të jetë i lodhur, irrituas. Fëmia zakonisht aktiv. Si mund të ndihmojnë prindërit për infeksionin viral? Mbani fëmijën të hidratuar. Përdorni pika saline për ngjeshje nazale. Inkurajoni pushimin. Monitoroni temperaturën. Kontaktoni pediatrin nëse temperatura është e lartë ose ka vështirësi në frymarrje. Për alergjitë: identifikoni dhe hiqni shkaktarët: pluhuri, kafshët shtëpiake, poleni. Përdorni antihistamina të përshtatshme për moshën, vetëm nëse rekomandohet nga pediatri. Mbani dritaret e mbyllura gjatë sezonit të lartë të polenit. Përdorni pastrues ajri ose lagësira sipas nevojës. Inkurajoni larjen e shpeshtë të duarve. Kur të telefononi mjekun: temperaturë lartë, më e madhe 38.5 gradë Celsius. Të frymuarit e shpejt ose të vështirë. Të vjella të vazhdueshme ose refuzim për të ngrënë. Fatigë e rëndë ose sjellje të pazakonta. Kërcitje ose koll që përkeqësohet natën. Nëse nuk jeni të sigurt nëse është alergji apo infeksion. Këshilla përfundimtare nga Barmed: të kuptuarit e ndryshimit midis alergjisë dhe infeksionit ndihmon prindërit të reagojnë në mënyrë të saktë dhe të parandalojnë medikamente të panevojshme. Vëzhgoni simptomat me kujdes. Ndiqni shkaktarët dhe kohën. Përdorni masa të sigurta për kujdesin në shtëpi. Kërkoni këshilla profesionale kur është e nevojshme. Barmed, këshilla mjekësore për prindërit. Fëmijë të shëndetshëm, prindër të informuar.